Luiz Eili është pa diskutim një nga fituesit e Big Brother VIP që do të mbahet më gjatë. Kur pothuajse kishte humbur çdo gjë, ai braktisi edhe punën me shpresën që Zoti do ndihmonte të ngrihej përsëri dhe ndodhi pikërisht kështu. Nuk fitoi vetëm çmimin, por në Big Brother gjeti edhe dashurinë, çka i dha mundësinë për të filluar edhe një herë jetën aty ku e kishte lënë. Një nga personat që e ka pëlqyer dhe e ndjekur rrugtimin e Luizit ka qenë edhe këngëtarja e dashur nga Kosova, Leonora Jakupi. Më pas, kur Luizi ka ardhur në Kosovë në rrethe miqësore, ai është takuar me Leonorën, ku nuk e ka fshehur në asnjë moment konsideratën e lartë që ka për atë si këngëtare, ndërsa Leonora nga ana saj ka thënë se Luizi e ka bërë atë për të qeshur me batutat e tij, por e ka bërë edhe për të qarë me historinë e jetës së tij. Por kjo marrëdhënie e Leonorës dhe Luizit ka tërbuar Oltën. Dihet që Leonora është tip që i thot gjëra troç, fiks siç e mendon. Gjatë një diskutimi me Oltën, ajo është shprehur se Luizi ka qenë lojtari i saj i preferuar dhe ajo ka votuar gjithmonë për Luizin. Olta nuk e ka përtypur fare këtë fakt dhe ka hequr menjëherë Leonorën nga rrjetet sociale. Megjithatë, këngëtarja e ka përforcuar mendimin e saj kur ka thënë se nuk më intereson se kush më heq dhe kush më mban në Instagram. Unë e kam thënë dhe e them se Luizi është fenomen i këtij formati. Nëse dikujt i mbetet hatri, është problemi i tyre dhe jo imi. Me sa duket, Leonora ka një marrëdhënie të shkëlqyer shoqërore me Luiz Eilin.